Mbrëma të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua Atalanta Kurçukun dhe Edea Demalie. Hello Ata. Nga hëna në të premten. Hello darling. Nga ora 8 deri në orën 9 duke komentuar Big Brotherin në 360 gradë, gjithçka që ka ndodhur brenda ditës, me aq sa mundësi kemi ne ta ndjekim me gjithçka që ndodh aty. Po, edhe në gjatë natës ndodhin akoma më së shumti që a fleni mor njerëz. Nuk e di ç'bëjnë, por duhet të bëjnë këtë që bëjnë. Është e vërtetë. Hera herës shumë banor janë penalizuar për atë pjesën e të fjeturit të tipit që ti fle pak më shumë se ç'duhet, je gjithkohë në gjumë, kështu që mendoj se ju ka vletur si një vath në vesh që e kanë bërë. Po besoj që këto janë ato banorë të cilët bien në orë të vona të mëngjesit, përderisa zgjon kaq vonë dhe normalisht edhe unë mendoj që gjëja më mirë për të bërë është të qëndrosh sa më vonë. Dhe pastaj në mëngjes nuk ka ç'bëhet në mëngjes. Maksimumi. Po, përveç asaj mëngjes branchit, vezës që do zihet, nuk është se do ndodhi diçka tjetër. Po do ta bësh në 12, kështu që po njësoj besoj. Ka dhe një gjë banorët me të cilët ti ke argumentuar dhe folur deri në 12, po ashtu si ti janë çuar vonë, kështu që ai grupi i mëngjesit që është zgjuar nuk do të lidhë shumë muhabeti se s'keni folur shumë gjatë darkës, kështu që shnojeni këto ti keni në listën tuaj nëse do futeni vitin tjetër ose përgjat. Po mirë, përgjat kësaj kohës vogël unë isha duke dëgjuar Pardon My Friend-in, i cili ishte përpara nesh, edhe e humba arsyen dhe debatin që pas ka ndodhur midis Vrenozit dhe Eugenit. Arsyen edhe unë nuk e di, por vura re që po debaton dhe thash ç'pate me Eugenin, sa po hyri dje. Ishte një klip shumë i ndezur, me sa e diskutuam ne pak këtu në brapa skenat tona na dha. Po ishte shumë i ndezur. Të krijon atë ndjesinë e ankthit, pra mendoj që po të isha në një shtëpi, do isha agituar, stresuar, do më kish krijuar një si lëmsh brenda vetes, është si ato këtu. Po, sepse ishte përveç toneve të larta të zërit, ishte ju hakorrye. Ai teknikisht ishte gati duke ju sulur, në mos banorët e tjerë që ndërhyn për t'i ndar, dhe më pëlqeu gjithashtu qëndrimi i Eugenit, i cili ishte një qëndrim i ftohtë, nuk e di siç edhe e tham që ndoshta ka bërë apo ka thënë diçka përpara, por më pëlqeu qëndrimi i tij, i cili qëndroi dhe më pas pra nuk as nuk e trashi si mohabet, por as edhe nuk replikoi për të. Por do ta mësojmë, do ta analizojmë pak më gjerë pastaj, po. Mos dim ne. Po, ta kuptoj mirë. Çka ka ndodhur? Ju lutem na updateoni. Dikush të na shkruaj. Sepse me sa dim ka ndodhur pak para se të hynim në emision diçka e tillë. Është shumë e freskët si gjë, po. Nuk është jashtëzakonisht shumë e freskët dhe duam ta kuptojmë se çka ka ndodhur, pse ndodhi ky debat. Më pëlqeu dhe qëndrimi i banorëve të shtëpisë që direkt hyn për të qetësuar gjakrat edhe për t'i ndarë njërin me tjetrin. Më duket dhe Selin në ndau. Edhe Selin, edhe Stenaldo, edhe gjithë djemt u futën për t'i ndarë, por më pëlqeu, po, dhe mua më pëlqeu ajo qetësia e Eugenit që u distancua më një herë. E kam ditur që ai djalë len. Më erdhi keq për të vetëm arsye sepse është dita e tij e dytë dhe domethënë ai shoku emocional që ti futesh në një gjë që xha ke një, nuk e di, larmishmëri emocionesh me të gjitha ngjyrat dhe komplet ditën tjetër ti je pjesë e një debati kaq të madh ku një individ të vjen të hakërret, të vërtet ulëret, është pak e nënvizojmë që ne seriozisht nuk e dim, por si do të jetë mendoj unë ndoshta një a priori ide e imja është që çfarë do të ketë bërë askush dhe asgjë nuk të bën ty të shkosh deri në atë pikë. Dhe kjo në fakt mendoj që do jetë një nga e mendoja që në fillim në lidhje me Ilirin që do jetë një nga gjërat që mund ta penalizojnë në të ardhmen, sepse ka një lloj temperamenti të tillë shumë shpërthyes, të thoja unë. Unë ti e mban më deklaratën time që e dashurova Ilirin e të tjerë, po më duket si ata njerëzit që e mbush atë kovën me qumësh të mirë dhe pastaj i fut shkelmin dhe thën po pse ja fute shkelmin asaj kovës se ishte shumë ç'bëre, ishte shumë mirë. Po. Edhe kështu humbin gjithë këta njerëz të mëdhenj. Njerëzit impulsiv. Kjo është kishni impulsitetin. Është problematik për Big Brotherin, po do e zbulojmë arsyen edhe ta diskutojmë më thellë. Do ta shtjellojmë gjëra gjatë. Nëse po kërkon dhuratën perfekte, ndoshta ajo ndodhet më afër se mendon. Në Max Optica festat sjellin ulje deri në 50% në të gjithë koleksionin e syzeve të diellit dhe optike. Dhuroni stil, elegancë dhe kujdes për sytë atyre që doni më shumë. Një dhuratë e vogël me shumë kuptim. Mos e humb, oferta vlen vetëm për një periudhë të kufizuar në të gjitha dyqanet e Max Optica. Max Optica, Max Your Vision. Falenderoj Max Optica për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Po flisim pak më parë në lidhje me një konfrontim, le të themi, me Ilirin dhe me Eugenin.
Eugenia që është një futje e re, rishtazi, në mbrëmjen e së martës dhe Iliri që është futur në prajmin e parë. Si duket ende nuk e dim, nuk e zbuluam dot, domethënë saktësisht. Kërkuam për të. Vërtet. Shiko, kjo ndodh sepse është mendoj që ka diçka, mendoj që pas prajmit të mbrëmshëm, të gjithë kanë filluar të kenë dëshirën për të zënë vend në shtëpi, pra të zënë një vend protagonist ose jo në një farë debati ose situate, ta krijojnë, ta ampleksin, ta stisin ose qoftë dhe thjesht të jenë prezent. I shohën në një farë sikur ka ndodhur një shift, sikur ka ndodhur një ndryshim i menjëhershëm i tyre që pas natës së mbrëmshme, sepse automatikisht në një moment që të jenë një lojë kompetitive, kur ti fillon dhe shikon që nuk je i paraqitur, nuk e kape prajmin, është ajo shpreha e famshme në thonjza, dhe ti nuk e pe veten tënde në ndonjë nga klipet ose nuk tu duk vetja si shumë protagonist për shkak se është fillimi dhe të gjithë duan të vënë atë emrin e vet të fortë për veten e tyre, kanë filluar që nga mbrëm e deri tani në darkë të kokolepsen dhe të shkartisen me njëri tjetrin. Kokolepsen. Kanë kolapsuar. Kanë pësuar një farë kolapsi. Kolapsuar. Eugenia është kapur me Senon, Seno është kapur me Angelon, edhe ky finalizimi madh i Ilirit që shkon te Eugenia dhe i hakret. Pra janë, besoj është gatuar një gjë dal nga dal, se ka edhe një gjë që energjia e përbashkët fillon automatikisht bëhet dhe energji individuale, dhe unë kur shoh që të gjithë po zihen sikur prekosem dhe veti që spuplat edhe lëshohem dhe unë në rënje të lirë, po nuk është mirë. Po pra, po është të gjithë marrin, është domethënë budallëk ta mohosh, sepse është njerëzore që në një moment kur shtyesh për diçka ose e sheh që kjo gjë është e pranueshme, sado dikush i qëndron shumë fort atyre parime dhe moralit të tij për shkak nëse ka. Por prap jep biçimi influencuar. Po, të jep sidomos në rastin e Bikut, unë them gjithmonë diçka të tillë. Në çfarë lloj loje apo konkursi të jetë, kur ti hyn dhe zgjat për një periudhë kohe. Pra, jo një ditë, le të themi, edhe një ditë bën të vetën, por nëse zgjat në një periudhë kohe, të gjithë këto të marrin përpara dhe ti harron më ç'është çdo gjë tjetër në jetë, vlerë pa vlerë, dhe ti jeton vetëm për këtë qëllim. Më ka ndodhur mua kur isha ke Dancing with the Stars, në fillim e mora me shumë thjeshtësi. Më pas unë jetoja për këtë gjë. Dhe çdo ditë më kthehesh me fjalë, unë zgjohesha dhe mendoja vetëm 24/7 vetëm për këtë gjë. Dhe në ëndra më dilën vetëm ato padjeshka të gjërat. Imagjino për shembull, aty i dalin vetëm debatet. Pak më parë ndoshta një mini reels në lidhje me Eugenia dhe me Ilirin, por diçka ke 15 orë më parë, pra pija mbrëm, dhe ato po bënin një lloj bisede, në cilën dukesh pak si ironi fati, sepse njëta bisedë tani më ju kthyen në të kundërt, ju kthyen me anë të këtij konfrontimit. Dhe i thoshte Iliri që artistëve nuk i hakren diçka e tillë njerëzit, dhe Eugenia tha po le të vinë, nuk i vërsulen. Edhe Eugenia tha po le të më vërsulen nëse duan, ja ku jam. Edhe ja tek ndodhi. Tash ironi fati. Po për Angelon dhe Angelo po mbronte femrat, nuk e di pse ishte ndjerë sikur Seno ndoshta ka thënë diçka pak më shumë dhe bëri këtë rolin e mashkullit që do mbronte të gjithë vajzat, pa çka se kishte vajza aty. Më pëlqeu nga ana Angelo se ndonjëherë është mirë që të flasë një djalë, po ishte pak princi i kaltër. Se po klasifikohet Angelo si princi i kaltër. E dëgjova edhe pak më përpara, jo pra, nuk i kam, nuk më kanë. Komentet janë Angelo. Jo, nuk e them këtë gjë. Thuaje. Jo, harroja, po unë jam shumë kurioze tani. Ma thuaj me një fjalë tjetër. Me një fjalë tjetër, po. Angelo është në kërkim të një partnere. Okej. E thënë ndryshe. Okej. Ishte shumë e bukur dhe jo e përsëritur nga shumë të tjerë dhe jo nga këto tip copy paste. Pra, lëvizje shiar të argumentuar të njëjtën gjë plus minus. Kudo. Duket sepse i afrohet çdo vajzë, mundohet të krijojë një raport, është shumë i hapur. Ai po evaluon. Po peshon. Po është aq i hapur për dashurinë sa është nga këto. E kam thënë në fillim. Në fillim, në prajmin e parë që godite, është e vërtet. Shiko, ndoshta edhe është veten që është Atalanta si shpejt në treg. Më fal. Është edhe veten mendoj që është kështu si opsion, pra po e thonin pak më përpara, pardon my friends, që është potencial për të dashur, të paktën kështu e shikonin vajzat që ishin këtu pak më përpara. Ndoshta mendoj dhe ai është veten duke qenë se atje ka banorë që janë pak më të mëdhenj në moshë, shumica janë të martuar dhe e ndjen veten që i duket vetja sikur është ky princi që ka këtë pishinën e madhe. Plot të zgjedhje. Por për mua personalisht a vlen Angelo për të qenë
Bacheloreti, nuk mendoj se do ta shikoja ndonjëherë Angelën si sex symbol, po mos ishte këtu brenda kësaj derexheje. Po, por ndoshta si shteti duke qenë se ndodhet në atë vend dhe bën këto klasifikime të tjerëve. Është momenti dur dhe koha dur gjithmonë. Po, Ka të bëjë me kush me kush jeni. Angela duke analizuar. Po, edhe unë nga mënyrën në të cilën ulet me çdo vajzë dhe flet, pra si thua, i merr më të mirë çfarë mund t'i marrë një thojza e zëm, sikur të ishte në një ditë, por aty duke vlerësuar karakterin dhe këto. Është përputhen ai emisioni. Kur të bësh goditjen, kur është përputhen ai emisioni, nuk është Imagjino të jetë ëndër i parë. Ka ngatruar dy herë, më duket. Ose Top Talk. Top Talkun më përfut, sheti çfarë fshehin emisionet. Tjetër gjë bëjmë dhe tjetër gjë mund të kemi potencial më të madh. Mirë, po ka patur dhe disa hyrje të reja mbrëm që vlen për të diskutuar, edhe ishin mjaft interesante. Ne patjetër ndoshta nuk kemi atë opinionin më, unë personalisht mund të jap një opinion të paanshëm për sa kohë Stenaldo që ka punuar me ne dhe ne e njohim dhe kemi marrëdhënie me është futur brenda, por do mundohem tërësisht të jem e paanshme, kam karakteristikë time në këtë që jam shumë of course. Gjaktote dhe ja krep modest. Po, jam e saktë, nuk emocionohem shumë. Fare. Përveç se në errësirën e nevojave time. Ma përshkruaj. Stenin. Se unë nuk e njoh. Vjet ka qenë. Steni ka qenë për shumë vite në radio, vjet nuk ka qenë në radio, po ka vite që ka qenë punojë si radios, unë kam patur fatin të punoj me të, ka prezantuar Live from Tirana në aso kohë, ku unë kam qenë autore dhe Stenaldo ka qenë prezantues. Për mos gaboj, mbi 4-5 vite po? 4-5 vite, çdo ditë nga Hëna në të Premte? Nga Hëna në të Premte, Live from Tiranën. Wow. Yes, dhe Steni. Nuk e di, mendoj që kishte një lloj emisioni provizor, domethënë. Jo. Steni ka qenë një nga prezantuesit, unë mund ta them dhe dua ta them më të mirë që Top Albania Radio ka patur. Edhe kjo është e vërtetë. Është një djalë jashtëzakonisht shumë i formuar. Ka një gjë që mua më pëlqen më shumë tek Stenaldo është që e nis një fjali, unë vdes për njerëzit që flasin me fjali të gjata, se do thotë që mendimi jot është konstruktiv dhe ecën dhe shkon diku levron, nuk është se është vetëm fjali që mbaron. Po, bravo. Dhe Stenaldo ka aftësinë që është diçka që hera herës na humb të gjithëve ne, që ta përfundojmë ose të shkojmë aty ku donim të dilnim. Ka një aftësi të papërshkrueshme, ta nisi një fjali, ta vazhdoj gjëre gjatë dhe ta konkludoj duke i dhënë përgjigje asaj gjë së parë që përmendi. Që nisi. Po, kjo është një gjë që ka për t'ju shfaqur me kalimin e kohës. Unë nuk e di se sa ne si shqiptar e duam një njerëz që është jashtëzakonisht shumë i formuar, elokuent dhe artikuluar. Hera herës ndoshta nuk na pëlqen ai shumë se e shohim, e kam parë këtë njerëz, bën si i zgjuar ose bën sikur është i kulturuar. Këto unë mendoj që janë më shumë ti inferiorizma dhe fakti që ato do donin të ishin si ai, por jo vetëm që nuk mundën dhe tentojnë ta ulin personin tjetër përballë për të ndjerë më të lartë. Tash dhe me Loren këtë gjën që i kishin komentuar diku, o zoti i madh sa flet. Po mirë, një dikush që ka bagazh flet shumë. Edhe ke për ta dëgjuar, se po të thot diçka, e kupton? Është më mirë, unë preferoj të dëgjoj dikë me bagazh që di të formuloj dhe ma thot një mendim se sa, është, domethënë, e kemi alfabeti është e klasa parë. Pastaj vazhdojnë ka disa episode dhe mësime të tjera. Kështu që Steni jam e sigurt do t'i befasoj sepse është jashtëzakonisht shumë i formuar, është shumë djalë i dashur, ka një autoironi të papar, bën ironi me të tjerët, nuk ka për t'i kursyer ashtu siç të tjerët mendojnë se ka për t'i kursyer. Dhe uroj shumë që edhe ata mos të kursehen. Ta them sinqerisht, se e shoh që hera herës kam frikë me kalimin e kohës, edhe nuk të kursehen. Me kalimin e kohës nuk mendoj se kur. Se mund të t'ja përmendin këtë që do të thoja diçka, po do ta nisin me atë gjë. Do ta nisin me atë dhe pastaj do ishte pak e shëmtuar për tu parë. Ka vetëm 2 lloj versionesh, do doja shumë që unë mendoj të parashikoj sa Atalanta, vazhdoj miq, që unë mendoj që mund të ndodhi në të ardhmen të tipit varianti i parë që mund ai të riqet, që është një personazh, është aq i formuar, aq nuk di si ta them, unë dje vrare dhe dje njoha si personazh, nuk është se e njihet them vërtetën, dhe mund të ndosë, sepse nëse ato atakojnë kaq shumë, nuk e di se si do ndihet, se ai nuk mendoj që është ndjerë ndonjëherë në një vend kaq të atakuar. Normalisht ka pas problematikat e veta gjatë gjithë rrugtimit, ndoshta ose do shkoj deri në fund
Dhe ato gjatë fundit, pra sa më pranë finishit dhe sa më pranë lojës, në fillim do filloj me këto përkëdheljet, pas e të thojnë atë që përmend pak më parë, unë më që pas do ta duke thoja sulmuar, për ti nuk jemi në shkallë të barabarta etj dhe në fund do ta sulmojnë. Këto janë dy parashikimet që mendoj për të, por që ishte një personazh i rrallë parë në media shqiptare dhe ishte një bingo dhe unë kam qenë duke shkruar me motrën time, e cila jeton jashtë dhe më shkruaj ti Sindi, është në finale. Tash, më fal, çfarë e tha dikush, se mendova mos e humba se po merresha pak me telefonin. Tash e tha dikush që është finale, pra si mund, kupton, katapultoj dikush nga këtu deri në finale. Sepse po tentoja të besoja, jo tha, ta them unë, ai është finale. Tash është vërtet. Po, makes sense. Ronaldo finale. Po jo, Ronaldo edhe mund ta kap finalen. Me zyrë, e vetmja gjë që kam frikë për finalen dhe uroj shumë që mos të bjerë pre është që hera herës kur je njeriu i zgjuar, i artikuluar, i qet, me një farë bagazhi në një dhomë kur të tjerët po agjitojnë, po përtasin, po nxjerrin në pa anët e tyre ndoshta edhe jo më të bukura të vetes, sikur venitesh. Pra është automatikisht pjesë e energjisë tonë që ne mbyllemi brenda vetes, ndihemi të rënduar, po. Jo, përveç asaj sikur në mënyrë që të mbrosh paqen tënde mendore, ti thjesht bën një lloj shutdowni. Çelsa dhe thua, "Okay, un po venitem." Edhe unë kam këtë gjë. Më ndodh shpesh. Kur çdo që ruan energjinë e vet e ka këtë gjë. Tërhiqem dhe them vazhdoni, por do flasim në pjesën tonë të tretë për personazhet e tjerë, dy tjerë. Po dëgjoni Big Brother Radio me mua Dean dhe Atalantën, tham se do flasim pak për hyrjet e reja në Big Brother mbrëm dhe nisëm me Stenaldo. Ty si të duk Stenaldo për post të tjerave, se une diskutova, argumentova dhe thash nuk mund të jap një mendim dhe të jem në të njëjtën kohë e pamshme. Unë thash në fund pak a shumë që mendoj që është nëse vazhdon deri në fund rrugtimi i tij, Stenaldo do jetë një prej finalistëve. Të doli ai parashikimi i parë që bëre Branxhi, kështu që mund të dalë edhe ky parashikim tjetër. Unë them këtë vit unë afirmohem 100% si parashikuese e fatit në Big Brother Radio. Shiko, po të dolën edhe janë 2-3 të tjera, do të marrim edhe në emisione të tjera për të bërë parashikime. Do filloj të shikoj këto palme të dorëve të gjëra të tjera. Në të ardhmen, çdo kusht e fillon nga zero. Mirë. Tani më flasim për dy vajza të tjera, të cilat ishin hyrje të reja. Armela ishte e para, po. Një personazh që ka qenë në një Big Brother në 9. Tek 9, kishte qenë tek Big Brotheri që ishte me çifte. Më duket se ajo ishte skualifikuar për gjatë rrugëtimit të saj, duke qenë se kishte këtë lojën e çifteve dhe më duket se kishin tentuar të dilnin jashtë murit rrethues. Të dy, jo, kishte tentuar të dilte i dashuri dhe ajo ishte skualifikuar sepse të dy ishin në grup, me sa kuptova si është penalizuar për veprimin e partnerit. Okej. Bën sens që ajo të thojë që nuk tani bëj edhe një herë. Po, jo tani. Shikoj kush janë. Po, më bën sens. Mendoj që dikush që e ka luajtur atë lojë më përpara, deri diku ka një farë avantazhi, por jo një avantazh të mirëfillt, sepse të luajturit çift në përgjithësi mendoj të luajturit Big Brother, sado njerëzit thonë që kanë patur avantazhin se e kanë bërë si lojë vjet, mendoj mos të jep avantazh, por është një setting komplet ndryshe me njerëz ndryshe, gjë që e ndryshon komplet lojën. Pra është tjetër gjë ti je futur tek 1-shit, e 2-shit, e 3-shit, e 4 edhe tani më tek 5. Kështu që sado mund të ketë një avantazh, janë vetë njerëzit ata që krijojnë situata dhe sidomos kur ka diferenca kaq të gjata kohore të viteve. Përposa saj. Mendoj që është çdo vit Big Brother është gjë ndryshe, duke qenë se është një reflektim i mirëfillt i shoqërisë dhe kohës në cilën ne jetojmë. Kështu që atë ishin gjëra të tjera, tani më janë lojëra të tjera, nivele të tjera. Çdo herë sfida është po e njëjtë, por në nivele të ndryshme. Pash që dërgojnë në nominim Lornën edhe patën që në fillim një gricje, Lorna po thonte që kur erdhi më hodhi dorashkën, pra pati një sjellje të një gricje pak të shpejt midis të dyave. Edhe unë për mua, domethënë bën sens që ne ndoshta njihemi, që unë të vi dhe të hedh dorashkën ty, që në natë të parë që kur të pash për herë të parë, do thotë që diçka, sepse zakonisht personat që janë përgjithësues në sjellje të tilla, pra që këtë gjë e bëjnë me të gjithë, nuk e kanë personale, karakteriale. Jo, mund ta bënte, pra mund të jetë 50-50 është apo hiqet, por e bëjnë edhe me të tjerë, dhe unë nuk kam parë veprime të tjera të saj, mund të
ndodhin, por nuk kam parë tani më. Ishte përzgjedhur rastësisht Lorna apo thjesht u bë qartë. Kjo gjë? Mua Armela më pëlqeu si vajzë, nga hyrja e saj, më duk një vajzë që e dinte kush ishte, ku qëndronte, më pëlqejnë njerëzit që kanë me vetbesim, po ka një fije shumë të holla i vetbesimi ku kalon në të qenurit amerikanët i thon cocky. Nuk e di si i themi në arrogant, i themi në pra është në filli i holl shumë e holl ajo fija. Dhe ndonjëherë hera herës, domethënë ajo gjë për të cilën ti po mundohesh thjesht të tregosh që ke vetbesim e një veten, mund edhe të penalizoj. Uroj që mos të jetë ky rasti për besoj që gjithmonë duhet të kesh pak humble. Ti je pak i përulur që kur edhe ke këtë vetbesim të tregosh dhe anën e errët tënde dhe anën e mirë, sepse të thuash vetëm gjërat e mira për veten tënde është si të mburresh, por në fund të thuash pas nuk e parë ti mua kur bëj këtë tjetrën, aty e prish fare. Pra, të jesh edhe pak në këmbëtok. Kështu që do ta shohim, do ta studiojmë. Dhe kemi pasur dhe këngëtaren. Po më vjen as mua emri vajzës tjetër. Ajo kishte kënduar, po kërkoja pak për të. Dhe kishte atë historinë e trisht, kishte një histori të trisht të vrasjes së të fejuarit. Vërtet. Po, paktën në media qarkullon një lajm i tillë, të cilën ja kishin vrarë në oborrin e shtëpisë. Vërtet. Dhe kishte vrarë bashorti i motrës së burrit, pra i kunatës saj. Ka pasur një histori të trisht dhe nuk e di ku e përmendi ajo këtë historinë, ndoshta e ka përmendur gjatë mbrëmjes ose ndoshta ky lajm qarkullon në media dhe në momentin që ajo hyri bën lidhje në njerëzve për këto, por sepse nuk ka kaluar shumë kohë që ajo ta tregonte vetë ose të kishte atë pjesën e historisë personale që merren atë lapsin, fiksime nga atë lapsin e bardhë. Po, tema e jetës, vërtet. Dhe në rastin e saj më pëlqeu si vajzë, më pëlqejnë njerëzit që hyn mua personalisht më pëlqejnë njerëzit që tregojnë si fillim një talent, sepse ka një arsye sepse ti je aty. Edhe normalisht. Mendoj që duhet jetë prioritet pjesa e të treguarit pse ty të njeh publiku, kush je ti dhe për çfarë je i njohur. Dhe më pëlqeu shumë si hyrja e Lores, si hyrja e saj duke kënduar. Edhe në të njëjtën kohë më pëlqeu qetësia dhe klasi me të cilën ajo e prezantoi veten. Mendoj se ke kohë në një Big Brother, e vërteta është në një Big Brother ti nuk ke kohë. Pra duhet të tregosh veten më shpejt se ç'e tregon në jetën reale, ama për mua nuk është nata e parë ajo në të cilën ti do bësh bumin tënd më të madh. Mjafton të jesh i përulur, i mirë, me klasë, i qetë, edhe nominimi që bënte sens. Nominimi që bëri për Kristin, duke qenë se sjellja e Kristit e ka vënë atë në një pozicion te cepi qoshkës, duket sikur e kanë vënë te cepi dhomës dhe janë të gjithë nga ana tjetër dhe po e gjykojnë dhe po ja bëjnë me gisht. Ajo me pak fjalë tregoi, e pash në shumë vende që analizoi sikur ajo tregoi që unë dua të pozicionohem me këta dhe jo me ty. Unë nuk mendoj që ishte më shumë çështje pozicionimi se sa çështje bindjesh për situatën e saj. Që ajo vërtet e ka këtë bindje, jo që shkoi drejt masës për të mos u mendoj që në rastin e Kristit, domethënë kur ti sheh një person i cili thot unë i kam të gjithë në kontroll dhe dua t'i vë në lojë, edhe unë vet nuk do isha fansja më e madhe e tij dhe do thoja nga ky grup i njerëzish ku për të tjerët nuk i njoh, nuk kam një mendim mund të kem vetëm për këtë njeriu që po krijon. Mendon që është kontrolluesi i mendjeve, kështu që për Kristin deri në momentin që bëri ndarjen e krevateve, deri diku mendova, ka një strategji, ka një arsye tim dhe nuk është ishte paraqyrguese ndaj mënyrës se si nda, më pëlqeu, pra as nuk denigroi shumë njerëz, as nuk tentoi të bënte shumë lojra. Bëri një ndarje pak, siç tham dje për krevatët, por por pastaj të nesërmen filloi të dilte në pak ky karakteri i tij. Dhe që i thriti tek dhoma, që i thriti bash, jam dakord, mund të luash deri në këtë pikë, por pastaj këto superlativat, këto jam unë dhe nuk ka njeri ose u ç'bëj unë si bën ju, këto janë ato që e identifikuan si personazh antagonist të historisë. Ose të vetë deklaruar antagonist, të thojmë. Mendoj që i shijon ajo. Po, besoj që gjen karakterin vetën aty. Po, vetë deklaruas fiks. Mirë, do kthehemi pas pak. Kthehemi mish në pjesën tonë të katërt dhe të fundit për Big Brother Radio ditën e sotme me mua Atalantë dhe Dean për të analizuar pak a shumë shpejt të minutat e fundit për çfarë mund të ndodh, për banorët e rinj të cilët ne prisnim që të ishin ato të fshehurit. Po që na mbajtën ende suspans deri në fund. Ka ndodhur plot gjëra të tjera në Prime, në fakt çka tjetër ishte. Po, ishte gjithkohës, tani? Jo, dakord.
ishte marrëdhënia e Selinës dhe Xhikos. Që është bërë meme kudo në rrjetan e mban, ai bash bisedim. Po, të shoh si vajzën time? Të shoh si vajzën time dhe shoh si baba, po. Dua të më shohin në një mënyrë thoshte një faqe erotike. Shikoj, njerëzit po e kalojnë pak me këtë. Ishte faktikisht erdhi nga Selina si replik, që më pas u vazhdua edhe nga Xhiko, nuk mendoj se do e kishte nisur ai direkt me. Jo, por ato kishin ndenjur në një krevat. Ata flenë në një krevatin e ndajnë, flenë njëri nga njëra anë, tjetri nga tjetra anë. Kjo është për shkak se Kristi i ka vendosur në një krevat. Ama, me sa duket Selina në disa raste pas ka shprehur që unë nuk dua të flem në të njëjtin krevat me të. Po. Dhe në të njëjtën kohë ka dhe këtë video. E kupton? Që është kontradiktore ndaj tëndes së saj. Kjo ishte problematika. Si është si situatë? Në fakt një ndër gjërat të cilat unë jo mund ta dyshoj, por që mund të ndodh ndonjë fërkim diçka tjetër është për mirin, sepse ai edhe vajzën e re që cila fut këngëtare, ju qas me një pritje etj. Dhe unë referohem shumë, më pëlqen shumë të referohem ndaj komenteve të publikut dhe gjej aty këndvështrime të ndryshme, të cilat më pas unë i përvetsoj për veten time dhe them, okay, po make sense që mund të jetë diçka e tillë. Dhe një ndër to ishte që Miri lidhet këtë vit brenda shtëpisë o bjerë FD-s dhe shumë e këndshme, por ai ndoshta mund ta përdor këtë si lojë. Pra, që thjesht të qarkulloj deri në këtë pikë, mund të jetë një konsensus ndoshta dhe i fshehtë, që mund të ketë bërë me bashortën. Kështu që thjesht ai ka thonë po luaj, përsa kohë unë nuk po bëj gjëra të rënda. Pse jo? Jo, sepse duket sikur është drejt asaj, sepse është shumë, ose ndoshta ne e paragjykojmë dhe gabojmë kur paragjykojmë ndoshta, por duket shumë i dhënë ndaj, më kupton? E kuptoj. Mua Miri më duket një mashkull i lirë. Pra është janë disa persona të cilët e kanë karakteriale dhe në natyrën e tyre, edhe të përkthelen, edhe të miklojnë, edhe të hedhin një fjalë më shumë. Pra është thjesht tipologjia e tij që mendoj unë nuk ka të bëjë as pak me faktin e tradhtisë ose diçka që mund të ndodhë aty. E ka thjesht karakteriale, unë mendoj që është në tipin e tij të jetë. Se kur nuk e njeh, por prandaj thashë mund të paragjykojmë ndoshta me këtë thënie, por vetëm për tu parë, se nuk mund bëjmë deklarata për njerëzit si do sillen në mund të jetë, seriozisht mund të jetë njëri i lirë, ka meshkuj, mendoj unë, që janë thjesht në tipologjinë e tyre, janë shumë. Dhe ne i keq kuptojmë dhe me shumë të drejtë i keq kuptojmë, sepse zakonisht ato personazh na ngjajnë me një shumicë që nuk vepron në këtë mënyrë me kaq pastërti. Dhe ka njerëz të tjerë që bën dhe këto janë një pakicë shumë e vogël, të cilës ne paragjykojmë si shumica. Po. Betemi për të parë. Po, vërtet. Mirë, nesër do të jemi sërish në orën 8 me ju. Shumë që na ndoshët. Deri nesër do e kuptojmë çfarë ka ndodhur me Vrenozin dhe me Euginin. Çdo ditë do të shtojmë ato parashikimet ose do të themi na fal 100 herë. E vërtet. Shihemi nesër.